Indeksimi pronave ka dhënë menjëherë efekt në tregun imobiliar. Ndriçim Mehminaj, agent imobiliar, thotë se shumë prej qytetarëve të Vlorës kanë përfunduar rivlerësimin e pronës së tyre. Sipas Mehminajt, kjo gjë ka bërë që shumë prona të papërdorshme më përpara të bëhen pjesë e tregut imobiliar. Mehminaj sqaron se më shumë prona të reja që bëhen pjesë e tregut imobiliar u kanë dhënë mundësi blerësve vendas dhe të huaj të kenë mundësi zgjedhjeje. Këto prona në treg sipas tij kanë dalë me një çmim të njëjtë sa apartamentet e reja. Në shumë raste, sipas tij, edhe me çmim më të lartë, duke ndikuar edhe në rritjen e çmimit të pronave në qytet. Po, unë do të thoya që po ta krahasoj me vitet e kaluara, flasim jo më lart, po me 2025 kemi më tepër prona që janë prona të vjetra, që janë me certifikat dhe po janë rivlerësuar dhe kanë dalë në treg për shitje. Kjo ka ndikuar, mendoj se ka dhënë ndikimin e saj rivlerësimi për nxjerrjen në treg të pronave të reja. Po apartamente, shtëpi private, pak janë njësi biznesi, por që më tepër janë apartamente dhe shtëpi private. Apartamente kam peshën kryesore të pronave që janë rivlerësuar. Si çdo pronar apartamenti normal mundohet të përfitojë më tepër, kështu që kjo po sjell që janë me çmime të larta, me çmime të konsiderueshme, nuk janë me çmime nën treg, që mund të themi mund ta qenë me standardin e ndërtimeve të reja. Janë aty me çmimet e ndërtimeve të reja dhe edhe pronat e vjetra me certifikat. Atëre, për numrin e pronave patjetër që kjo ndikon edhe për normalisht edhe për t'i shtuar më tepër produkte, për t'i ofruar më tepër produkt klientëve që ne kemi në zyrë. Patjetër që kjo është një ndikim pozitiv. Atëre, pronat që janë rivlerësuar normalisht janë në zonat më brenda qytetit, një pjesë mund të themi që zona e Lungomares, Plazhi i Vjetër, zona e Skelës, bulevardi, Transballkaniki, këto janë zonat që ne merrim pak a shumë më tepër me pjesën e shitjeve, me pronat që janë të certifikuara, pastaj zonat që janë në ndërtim e sipër siç është Radhima, normalisht rivlerësimi nuk është se ndikon shumë pasi janë prona të reja dhe dihet që janë blerë së fundmi edhe me çmimin e tregut dhe nuk ka nevojë për rivlerësim. Shiko, mendoj se do ketë edhe ka, për arsye sepse sapo janë kthyer emigrantët që bëjnë pushime, normalisht dhe muaji gushti do sjell më tepër emigrantë edhe normalisht ata do të nxjerrin pronat që kanë për shitje, do të nxjerrin në treg. Pronat të cilat janë rivlerësuar, sipas të dhënave nga agjentët imobiliar, janë kryesisht në brendësi të qytetit, si dhe në vijën e 2 dhe të 3 në Bregdet. Më pak prona të rivlerësuara ka pjesa e Radhimës dhe Orikumit, që është momentalisht një kantier ndërtimi, si dhe godinat e banimit që janë ndërtuar aty vitet e fundit.